Fillimisht ju falenderoj që keni ardhur, kërkojmë falje pak për vonesa. Unë jam Bera Majdari, jam kryesuesi i Komisionit Komunal Zgjedhjeve, respektivisht menaxheri qendrës numërimit në Mitrovicën e Jugut. Procesi i verifikimit të fletvotimeve ka përfunduar në ora 14. Tash jemi duke i bërë përgatitje për bartjen e materialit në qendrën fushësore. Sipas një verifikimi paraprak që kemi bërë, janë 75 fletvotime për ato të cilat po pyetni ju. Të fletvotime takojnë të dy partive apo vetëm njërës? Po, të dy kandidatë. Çfarë do ndodh me to? Ato në një pjesë me kërkesë të policisë i kemi bërë kopje, edhe ja kemi dorëzuar, pastaj janë organe tjera çfarë. Të pavullorsa nuk e dim që i ka pas ndonjë të pavullorsa, nuk kemi marrë prej ekipeve numërimi që edhe pse na nuk e bëjmë këtë verifikim na si KKZ. Mund që këtë fletvotime të pavullorsa, është normale mos me pas. Këshilli vendvotimit është dash, por edhe këtu e verifikohen nëse kanë qenë të pavullorsa, hynë në zafin përkatës që janë të pavullorsa.